dita e fundit, kur do të mund të mbahet seanca e kuvendit, ku unë prezantoj kabinetin e ri qeveritar, është 26 tetori. Këto ditë jemi të përqendruar maksimalisht në analizën gjithëpërfshirëse dhe hollësishme të rezultatit të zgjedhjeve lokale. Por, shumë shpejt, qysh në këtë javë, do të fillojmë komunikimin dhe bisedat edhe për qeverinë qendrore. Sepse Kosovës i duhet edhe një mandat i qeverison, i duhet një mandat i ri i qeverison, neve na duhet një mandat i ri në përputhje me rezultatin e 9 shkurtit si vjet, dhe duhet të kemi një mandat të rregullt, i cili padyshim që do të filloj, por sa ne ta nxjerrim në seancë kuvendi përbërjen e re të qeverisë Kurti 3. Ne po bëhemi gati të qeverisim më shumë se kurrë nëpër komuna anë mban Kosovës, të rikthehemi në qeverisin në kryeqytet dhe, që është shumë e rëndësishme, po bëhemi gati për qeverinë Kurti 3. Nëse nuk ka qeveri Kurti 3, padyshim që jemi të gatshëm për zgjedhje të reja parlamentare. Komunikimi dhe bisedat që do të zhvillojmë janë ato të cilët do ta përcaktojmë përbërjen e shumicës së re në Kuvendin e Republikës që do ta votojë qeverinë Kurti 3. Tash për tash duhet t'ja lëmë kohën komunikimeve dhe bisedave që do të zhvillohen dhe unë nuk mund të flas më shumë se kaq në këtë fazë.